Nëse nuk flini dot natën, ja receta si të shpëtoni nga pagjumësia. Pagjumësia mund të krijojë gjithashtu edhe probleme të ndryshme të organizmit. Pamjaftueshmëria e vitaminave besohet të jetë një nga faktorët më të mëdhenj të shfaqjes së pagjumësisë. Kjo e fundit mund të ketë pasoja të rënda për organizmin dhe shëndetin tuaj. Studimet kanë treguar se sëmundjet dyfishohen nëse njeriu fle më pak se 7 orë gjumë në mbrëmje. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse njeriu fle më pak se 6 orë, ky rrezik katërvishohet. Pagjumësia ndikon jo vetëm në krijimin e stresit, gjithashtu edhe problemeve të përditshmërisë së suaj. Në këtë video do të mësoni për vitaminat, ushqimet dhe pijet të cilat mund të shtoheni në dietën tuaj për të rritur cilësinë e gjumit dhe për të parandaluar komplikacionet që sjell pagjumësia në përditshmërinë tuaj. Sipas Sleep Speaker, këto janë produktet më të mira ushqyese, pijet dhe vitaminat që duhet i keni pjesë të dietës suaj për një gjumë më cilësor. Vitamina C. Vitamina C është e rëndësishme për sistemin imunitar. Studimet thonë se sasitë e pamjaftueshme të kësaj vitamine shkaktojnë pagjumësi dhe probleme me gjumin. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e specave, agrumit, kivevit, lakrës dhe gjithashtu mangove për të marrë këtë vitaminë. Vitamina B12, gjithashtu vitamina B2 dhe vitamina D dhe omega 3 duhet të jenë pjesë prezente të ushqyerjes suaj për të ndihmuar në një gjumë më të mirë dhe më të rehatshëm dhe për të evituar gjithashtu problemet që shkakton pagjumësia në përditshmërinë tuaj. Vëmendje, është e rëndësishme që përveç vitaminave të konsultoheni me ekspertin për të bërë një përzgjedhje të duhur të dietës së detajuar sipas rastit tuaj specifik. Sipas Sleep Speaker, këto janë produktet më të mira që duhet i keni pjesë të dietës suaj për një gjumë më cilësor. Qumshti i ngrohtë. Qumshti i ngrohtë është një nga opsionet më të mira për të nxitur një gjumë të thellë dhe komod. Ai përmban nivele të mira të tripofanit, i cili rrit serotoninën në tru, një substancë që na jep ndjesinë e çlodhjes dhe ndjenjën e lumturisë dhe të mirëqenies. Hormoni melatonin prodhohet më shumë në këto kushte dhe kjo është thelbësore pasi është aftësia që zgjoheni nga gjumi dhe të mos vuani nga këto probleme të theksuara kronike. Çaji mentes gjithashtu mund të jetë një lehtësues i mirë i situatave tuaja të vështira. Çaji mentes lehtëson dhimbjet e stomakut për shkak të vetive të tyre antiinflamatore. Duke çliruar muskujt, mentet gjithashtu zvogëlojnë intensitetin e tyre duke lejuar trupit të pushojë si duhet. Nëse jeni duke u përgatitur për një provim ose një prezantim të rëndësishëm që ju mban nën stres, ky çaj është një nga opsionet më të shkëlqyera që mund të merrni parasysh në dietën tuaj. Lëngu i qershive është një nga alternativat më të mira që ekspertët këshillojnë vazhdimisht për personat që vuajnë nga problemet e cilësisë së dobët të gjumit dhe jo vetëm. Lëngu i qershive, njësoj siç është dhe qumshti, përmban nivele të mira të tripofanit. Prandaj ai mund të prodhojë edhe hormonin e melatoninës, duke nxitur kështu një gjumë më të mirë dhe cilësor gjatë natës. Ky lëng është cilësuar të jetë gjithashtu një zgjidhje mjaft e mirë. Ai është testuar nga disa studime për të trajtuar pagjumësinë dhe është provuar të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund të shtoni në dietën tuaj, duke ndikuar kështu drejt për së drejti në cilësinë tuaj të gjumit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse jeni një person që vuani nga pagjumësia, atëherë shtoni produktet e duhura në dietën tuaj për të evituar komplikacionet dhe për të nxitur një gjumë më të mirë dhe të thellë dhe komod gjatë natës. Qumshti i kokosit gjithashtu është një ndër produktet më fantastike që nuk duhet të mungojë në dietën tuaj, pasi mund të nxjisë një gjumë cilësor gjithashtu edhe të parandalojë krijimin e problemeve që mund të shkaktojnë pagjumësi. Ekspertët thonë se mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për dietën tuaj, pasi do të nxjisë gjumin cilësor edhe do të lehtësojë edhe komplikacionet. Qumshti i kokosit mund të jetë një nga zgjidhjet më të mira pasi përmban nivele të mira të magnezit dhe të kaliumit, elementë dy prej mineraleve më të mira për relaksim dhe kanë aftësi të mira për të siguruar një gjumë cilësor. Përveç kësaj zvogëlojnë presionin e enëve të gjakut dhe enjtjen në veshka.
palësasive të mëdha të elektroliteve natyrore. Ato ndihmojnë në trupin të ekuilibrohet dhe të relaksohet. Smoothie me banane gjithashtu mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë. Bananet, në kombinim me qumshtin, mund të përbëjnë një relaks më të mirë gjatë natës. Bananet përmbajnë në nivele shumë më të mira të tripofanit, dy prej mineraleve kyçe që relaksojnë në shëndetin e muskujve, kalium dhe magnez. Fruti ka efekte qetësuese që funksionon në mënyrë integrale dhe zvogëlon gjithashtu stresin tuaj fizik. Gjithashtu, sasia e fibrave dhe karbohidrateve e mbush stomakun tuaj dhe çon në ndjesinë e ngopjes, gjë që rrit edhe dëshirën për të fjetur si duhet më mirë gjatë natës. Çaji i jeshil gjithashtu është një produkt fantastik ushqyes për dietën tuaj. Ai është i pasur gjithashtu edhe me nivele mjaft të mira të elementëve ushqyes, duke përmirësuar kështu edhe organizmin tuaj në mbrojtjen kundër komplikacioneve. Sidoqoftë kur bëhet fjala gjithashtu edhe për gjumin, çaji i jeshil është një nga zgjidhjet më të mira ushqyese për mbrojtjen e cilësisë së gjumit edhe në parandalimin e problemeve të pagjumësisë. Ai është i pasur me nivele të mira të melatoninës që provojnë ndjenjën e relaksit, duke ju ndihmuar gjithashtu edhe në lehtësimin e problemeve të cilësisë së dobët të gjumit. Sigurohuni që të bëni përzgjedhjen e dur cilësore të gjumit dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet të tyre. Qumshti i bajameve është një nga përzgjedhjet më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj. Bajamet janë të ngarkuara me gjithçka që trupi ka nevojë për të marrë cilësinë tuaj të gjumit dhe për të parandaluar problemet e pagjumësisë. I pasur me nivele të mira të magnezit, qumshti i bajameve ka provuar të jetë gjithashtu shumë efektiv kur bëhet fjala për promovimin e cilësisë së gjumit për shkak të efekteve të tyre të mineraleve dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e dur ushqyese në menaxhimin e këtyre komplikacioneve. Ky hormon është thelbësor për të rregulluar oraret e gjumit dhe është një arsye pse shumë njerëz me pagjumësi kronike priren që të marrin gjithashtu shtesa të melatoninës për të fjetur ashtu si duhet. Çaji i kamomilit është një produkt fantastik ushqyes i dietave tuaja ditore. Ky çaj ka efekte të mira zbutëse në trup. Zakonisht rekomandohet edhe për dhimbjet e stomakut, pasi mund të ndihmojë në tretje dhe lehtësimin e tensioneve të brendshme. Sidoqoftë, kamomili ka provuar të jetë shumë efektiv në zvogëlimin e simptomave të stresit, siç janë pagjumësia dhe krijimet e problemeve të ankthit. Çaji i rrënjës së valerianës gjithashtu mund të jetë një prej produkteve më fantastike ushqyese në dietën tuaj ditore, që mund të nxjisë gjithashtu një gjumë më të mirë. Rekomandohet për të nxitur një gjumë natyral dhe të thellë, duke marrë parasysh sasinë e tij të antioksidantëve dhe acidit të valerianës. Sigurohuni që të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese ditore në rekomandim me konsultën e mjekut, në mënyrë që të parandaloni komplikacionet dhe të rrisni gjithashtu rezistencën e gjumit tuaj. Nëse vuani nga pagjumësia, përveç ushqyerjes, duhet të rregulloni edhe stilin tuaj të jetesës. Të bëni gjithashtu një ambient më të përshtatshëm për gjumin në dhomën tuaj. Të reduktoni gjithashtu edhe nivelet e larta të dritës blu që mund të vinë si pasojë e pajisjeve të ndryshme teknologjike. Sigurohuni të përbëni edhe një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese në rastet tuaja specifike. Përzgjidhni ato të cilat ju përshtaten më mirë dhe gjithashtu përdorni edhe ushqime të cilat nuk ju shkaktojnë shqetësime gjatë natës. Nëse vuani nga pagjumësia për një kohë të gjatë, duhet të hidratoheni si duhet në përditshmërinë tuaj. Edhe hidratimi i dur në dietën tuaj është një nga faktorët kryesorë për të nxitur një gjumë të mirë dhe komod gjatë natës. Ajo mund të nxjisë gjithashtu një cilësi më të mirë të gjumit dhe të relaksojë gjithashtu shëndetin tuaj. Vetëm në këtë mënyrë do të keni një përzgjedhje të duhur të ushqyesve, do të parandaloni komplikacionet dhe do të rrisni gjithashtu edhe rezistencën e organizmit tuaj. Prandaj, sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur dhe të evitoni komplikacionet në përditshmërinë e dietave tuaja. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet
ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.